Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, Drejtoria Rajonale Shkodër ka ndërmarrë masa të ashpra ndaj 4 subjekteve tregtare gjatë kontrolleve të datave 21 dhe 22 qershor 2025, të zhvilluara në kuadër të monitorimit të situatës së sëmundjes PPR tek ruminantët e vegjël. Në përfundim të inspektimeve, AKU ka bllokuar gjithsej 124 kg mish të pasigurt, i cili nuk ishte vul as certifikat veterinare. Mishi i sekuestruar është dërguar për asgjësim. Në 2 raste, subjektet rezultuan gjithashtu të paregjistruara në Qendrën Kombëtare të Biznesit, shkasolli bllokimin e mjëhershëm të aktivitetit të tyre tregtar. Masat administrative të vendosura për shkeljet ligjore kapin vlerën e 600.000 lekëve të shpërndara si më poshtë. Subjekti u bllokuan 12 kg mish qyngji, avul dhe certifikat, gjop 100.000 lekë. Subjekti 2 u bllokuar 7 kg mish qyngji, gjop 100.000 lekë. Subjekti 3 u bllokuan 75 kg mish pa dokumentacion dhe subjekti paregjistruar. Masat, bllokim aktivitetit dhe gjop 200.000 lekë. Subjekti 4 u bllokuan 30 kg mish pa dokumentacion dhe subjekti paregjistruar. Masat, bllokim aktivitetit dhe gjop 200.000 lekë. AKU bëri thirrje për zbatim të rreptë të kërkesave ligjore mbi thirrjen e kafshëve dhe tregtimin e mishit të tyre si pjesë e mbrojtjes së sigurisë ushqimore dhe shëndetit publik. Autoritetet thekson se kontrollet do të vijojnë në të gjithë territorin me fokus të veçantë produktet me origjinë shtazore.